Pse shqiptarët janë kombi më punëtor jashtë vendit, por nuk shpërthejnë dot brenda vendit? A është pyetur ndonjëherë dikush pse një shqiptar, sapo zbret në Itali, Gjermani, Angli apo SBA, bëhet super punëtor? Punon 2 turne, si trembet askujt, ngre biznese, fiton respekt, ngrihet në karrierë. Dhe pastaj e njëjta person, po ky shqiptar, në Shqipëri nuk gjen dot vendin që meriton? Nuk shpërthen, nuk rritet, nuk ecën përpara? Pse? Sepse jashtë shqiptarët vlerësohen për punën. Këtu vlerësohen për lidhjet. Jashtë nëse punon ngrihesh, këtu nëse punon shpesh të përdorin. Jashtë të japin kontrat, të japin rrogë, të japin siguri. Këtu të japin premtime, tallje dhe një sistem që të thotë durim, prit, gjej dikë, paguaj dikë, njih dikë. Dhe kështu shqiptarët më punëtor në Europë kthehen në një komb të lodhur brenda kufive të vet. Por arsyeja më e dhimbshme është kjo: jashtë jemi të lirë, këtu jemi të lidhur nga burokracia, të lidhur nga politika, të lidhur nga korrupsioni, të lidhur nga pengesa që nuk i sheh askund tjetër. Por kur shqiptarit i jep liri, i jep rregull, i jep sistem, ai shpërthen, ai lulzon, ai punon më shumë se çdo popull rreth e rrotull. Ai ngre familje, biznese, komunitete. Shqiptari jashtë është shembull, shqiptari brenda është i zhgënjur. Dhe nuk është faji i tij, është faji i një vendi që nuk e vlerësoi kurrë siç duhet. Ne nuk jemi komb që nuk dim të punojmë, jemi komb që nuk na kanë lënë të punojmë. Dhe derisa Shqipëria të jap të njëjtat mundësi që i jep bota, shqiptarët do të vazhdojnë të shkëlqejnë kudo, përveç se në shtëpinë e tyre. BF Media, e vërteta që nuk e thot askush.